Pra Ramazani i bekuar, i cili po vjen si një urdhër nga ana e Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. Po vjen si një infuzion shpirtëror, në mënyrë që neve sa do pak të shpirt çka e kemi të na e mbaj gjallë. Nga se arritjet e shekullit në cilin ne jetojmë, kam bërë që njeriu të izolohet në veten e tij. Kam bërë që njeriu të ketë një jetë shumë dinamike. Kam bërë që njeriu të jetojë si një egoist. Pra, duke e bërë njeriu që ai të harrojë se mbi gjitha është një qenie humane. Mbi gjitha është njeri para se të jetë ai i pasur, para se të jetë me poste, para se të posedojë lloj teknologjie që ekziston sot. Ai është një qenie humane. Pra ai duhet të ketë ndjenja njerëzore. Dhe pikërisht për të qenë i tillë duhet të kesh një shpirt aktiv dhe një shpirt i cili jep efekt brenda teje. Dhe ibadetet e Zotit këtë e kanë për qëllim. Shpirtin çka e ka njeriu të ja mbajë gjallë atij ende pa u larguar nga jeta e kësaj bote, pra çka është vdekja. Pra të mos jetosh vetëm fizikisht, të mos jetosh vetëm duke menduar që ti duhet të hash dhe të pish. Mirë, po mbi të gjitha ti ke një shpirt që duhet me këtë shpirt të dëshmosh diçka. Dhe Ramazani një muaj ditë është infuzion i fuqishëm që neve pikërisht të na ringjallë këtë shpirt. E që ka begati dhe mirësi të shumë të ky muaj i bekuar i Ramazanit. Nga se e ka mirësinë e madhe që i tubon në familjarët si kur në një herë më parë që ato mund t'jenë tubuar. Kur vjen momenti i iftarit, të gjithë tubohet rreth tryezës, rreth ushqimit dhe presin momentin për të qelur iftarin. E që lezetit kaluarës ndoshta me të vërtet ka kaluar. Nga se në të kaluarën fëmijët kanë dalur të gjithë ndoshta për rreth oborrave të tyre, por ndoshta edhe në rrugë, në mënyrë që të presin thirrjen e ezanit që me të shpejt kush prej tyre do të shkojë t'ju tregojë familjarëve që thirrni hoxha, pra mund të qelni iftar. E ky lezet ndoshta ka përfunduar sot sepse e ka të lehtë njeriu sot vetëm e shikon celularin dhe e din kur duhet të qelë iftarin. Por megjithatë vëllezërit e mi të dashur, ajo ku ne duhet të këmbëngulim me çdo kusht, atmosferën e Ramazanit nuk duhet ta prishim. Pra nëse kjo ka qenë për shkak të nevojës në të kaluarën, pse mos jetë edhe sot vetëm e vetëm për ta mbajtur atmosferën e Ramazanit gjallë? Pse edhe sot fëmijët të mos dalin dhe të presin thirrjen e ezanit për t'ju treguar familjarëve që thirrni pra ezanit? Vetëm e vetëm për t'u diktuar që jemi në muaj e Ramazanit. Pse edhe sot mos jetë të kaluarën, sepse sot shumë familje, dhe kjo nuk është se ka diçka të keqe në të. Pra, me përfundimin e darkës, ato më qohën syfyr dhe me këto ushqim ato ja agjerojnë ditën e Ramazanit. Dhe me këtë a është në rregull, po bre në rregull është. Mirë, po të ngrihesh në syfyr duhet ta bësh këtë sepse është atmosferë Ramazani. E pejgamberi alayhi salatu wassalam tha që ngritja në syfyr ka bereqetin e vet, ka mirësinë e vet dhe shpërblimin e vet nga ana e Allahut të madhëruar. Qoftë ajo edhe vetëm me një pikë ujë që mund ta pish. Pra vetëm për të mbajtur atmosferën e Ramazanit gjallë. Pra të mos jetë Ramazani një muaj për shkak të teknologjisë që na ka ardhur në shtëpitë tona që neve atë muaj të mos e dallojmë nga muajt e tjerë. Jo. Duhet me patjetër me mbajtur disa tradita gjallë në mënyrë që pikërisht këto tradita të na ushqejnë shpirtin tonë. Dhe ne të diktohemi që jemi musliman në këtë muaj. Të diktohemi që ky muaj është muaj joni. Të diktohemi që jemi të gëzuar që kemi arritur të jetojmë në këtë muaj. Dhe jo të qëndrojmë të demoralizuar, jo të qëndrojmë të mërzitur, jo të qëndrojmë të mërrojur dhe kështu me radhë.